Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pse nuk e ftove Eglin për të takuar prindrit? Gjesti habit me përgjigjen. Gjesti në spektaklin e së martës rrëfeu linjën e jetës, të mirat dhe të këqijat që ka kaluar. Pas kësaj, ai u surprizuar nga prindrit e tij në një takim të veçantë në një ambient pak larg shtëpisë. Ata shpesh gjatë këtyre momenteve thërasin dhe persona të tjerë të afërt për t'i takuar. Rozana e pyeti Gjestin se pse nuk e ftoi Eglin për t'u takuar me prindrit, ndonse ata nuk kanë qenë asnjëherë në një lidhje. Në bisedën që bëri më pas, konkurrenti me të tjerë tha se nuk i ka shkuar ndërmend. Nuk më ra fare ndërmend. E shikoja mamin në sy dhe kisha haruar çdo gjë. Nuk është e lehtë. Nuk e dija a janë ato gjëra si i kisha lënë. U shpreh ai. Kujtojmë që Gjesti ka mbi 150 ditë që po qëndron në një izolim, me që pas bigut të Kosovës kaloi në Shqipëri.